Përshëndetje miq dhe mikesha të faqes. Unë dua t'ju sjell në kujtesë çokoladën e momos, e cila për mendimin tim është një nga më praktiket, por gjithashtu dhe me një çmim shumë ekonomik për gjitha karakteristikat që unë do ju listoj tani. Kjo është një govatë e cila vjen me 4 rrota dhe të 4 rrotat janë me sistem frelimi. Nëse nuk ju pëlqejnë rrotat, thjesht mund mos ja montoni ta përdorni statike me këmba siç vjen në kuti. Tani, si që thash, kjo është edhe me pjesën ndëruese, e cila përmban edhe këtë si dyshek të hollë ekstra, në mënyrë që kur nxjini bebin nga banja, mos të ndjej ftohtësinë e kësaj mushamas. Ose nëse qëndron pak më gjatë, mos të krijohet ajo ndjesja e lagështisë për shkak të mushamas, sepse kjo mbrusja është prej mushamajë. Lahet me lehtësisht edhe nëse fëmia juaj bën pisa aty. Govata në brendësi të saj është e tillë. Ka këtë pjesën këtu që shfrytëzohet kur është i vogël dhe këtu kur fëmia bëhet mbi 6 muaj që ulet në mënyrë që mos të rrëshkasi. Siç e shikoni pajisjet me këtë tubin e shkarkimit, pra nuk ka nevojë që ju ta ngrini govatën me gjithë ujë, dhe një varse për peshqirat në ansore. Ka ana tjetër e govatës, kemi mbajtësin e aksesorëve që është kjo këtu. Këto funksionojnë edhe më veçmas, përveç se montohen këtu tek skeleti, mund të funksionojnë të tjerë, për shembull kjo për të hedhur ujin, këtu për të marrë gjërat e tjera. Kjo është një govatë e cila vjen me një skelet të palosshëm. Një nga shqetësimet kryesore të nënave është ku do ta vendosim gjithë të govatë. Paloset, lehtësisht nuk ju zë ka shumë vend në momentin që ajo çmontohet. Përpara se të bëj çmontimin e govatës, dua t'ju tregoj edhe këtë dyshek, sepse thuajse 100% të rasteve që blejnë govatën tek ne marrin dhe një dyshek të tillë ose diçka të ngjashme. Unë preferoj këtë, duke qenë se ka formatin fiks që i bën kësaj govatës. Dhe një material shumë të butë. Ky është versioni më i shtrenjtë i dyshekëve të govatës që ne kemi, është 22.000 lekë. Është e Sevi Babyt, materiali i saj nuk shkakton alergji, brenda është e mbushur me bukë peshku dhe në momentin që ju e shplani, uji depërton shumë shpejt dhe nuk ka nevojë që të ndehet për të tharë ose të kërkoj një kohë më të gjatë. Nuk zë erë edhe myk, se ky është problemi më i madh tani që vjen dimri. Këto dyshekët mund mos jenë shumë të ajruzshëm edhe zën erë. Ky lloj jo. Shikoni pak, mund ta vendosësh dhe këtu sipër, sepse nga pesha e fëmijës kjo bie më poshtë dhe nuk përbën rrezikshmëri, por mund përdoret edhe si dyshek në fund të govatës. Sepse shpeshherë këto na e blejnë të veçmas, nuk kanë bler govatë për shembull tek ne, kanë një model tjetër, e blejnë të dyshekun veçmas, i bën si bën që mund përdoret në këtë format. Gjysmë i kapur plotësisht ose në fund. Është një dyshek siç u thash, kushton 22.000 lekë, në momentin që ju blini govatën dhe dyshekun tek ne, 140 është govata, 22.000 lekë është dysheku. Në total ju shkon 150 nga 162 dhe dërgesa ofrohet falas nga ne. Unë tani do ju bëj dhe palosjen e skeletit për mos të zgjatur edhe më shumë. Si fillim shtypën këto butona që janë këtu në ansore. Ana që ka një si tip këtoreze këtej. Dhe shoqërohet me dorë. Nëse doni që të kushtoni akoma më shumë vend, hiqet dhe pjesa e bazës së aksesorëve dhe mund të gjeni një vend përshtatshëm. 140.000 lekë dërgesa falas për govatën, 150.000 lekë i kombinuar ajo bashkë me dyshekun e vet. Mund të zgjidhni ju këtë doni. Faleminderit.